Përshëndetje, miq të dashur të gjithëve. Së pari, këtë video dua të ja filloj me një mirënjohje dhe falënderim për gjithë secilin nga ju që më keni shkruar. Kam marrë aq shumë mesazhe nga ju dhe shumë nga mesazhet e juaja më keni prekur shumë thellë, sepse më keni thënë se jeni në atë gjendje kur unë isha dikur dhe unë ju kuptoj me gjithë shpirtin tim, sepse në atë gjendje dhe në atë humbje të vetes, në atë boshllëk, isha dhe unë dikur. Në videon e parë ju pata premtuar se do ju tregoj se si filloi rrugëtimi im dhe do mundohem të bëj në pjesë të shkurtra videot e mia dhe rrugtimin tim. Sepse e di nga vetja ime kur isha në fund, nuk isha durim dhe nuk isha forcë të ndëgjoja video të gjata. Andaj kam vendosur që rrugtimin tim të bëj pjesë dhe video të shkurta. Do mundohem t'i bëj të shkurta. Dhe sot dua t'ju tregoj pikërisht atë moment kur unë e kuptova një të vërtet shumë të madhe se ne jemi krijues të realitetit tonë. Dhe kuptimi që ne i japim çdo gjëje në jetën tonë është përgjegjësia jonë. Dhe pse e them me kaq bindje të plot është sepse është përvoja ime personale, nuk është një teori apo e lexuar diku. Dhe sot dua të ju tregoj një pjesë të shkurtër nga historia e jetës time. Dhe pse po e ndaj këtë me ju është jo për të fajsuar të tjerët, apo për të fajsuar veten, mirë po e ndaj vetëm me shpresën se do mund t'i ndihmoj dikë tjetër që është në atë rrësirë që unë isha dikur. Dhe kjo ka qenë një premtim që i pata bërë Zotit, se nëse unë do mund të dal nga ajo gjendje, unë do ndaj me të tjerët rrugtimin tim. Para shumë vitesh isha shumë poshtë emocionalisht. Dhe shkova në vizitë tek mjeku. Ai më tha se ki një depresion shumë të thellë. Dhe më tha se duhet ta fillosh të marrësh medikamente. Dhe të them të drejtën, flas para 17 vite, unë asnjëherë s'pata dëgjuar se çfarë është depresioni. Dhe ajo mundua të ma spjegoj dhe pat marrë një kokë të kukullës. Dhe më tha se një pjesë e trurit kur je në depresion nuk funksionon. Dhe mandej në përpjekje për të lexuar më shumë se çfarë është depresioni, duke lexuar për simptomat, them të drejtën, aty u pata fundosa s'di ta përshkruaj me fjalë gjendjen në të cilën kam qenë. Dhe çdo ditë i thosha vetit se unë jam një esemur, një pjesë e trurit nuk më funksionon. Dhe pse po e ndaj këtë me ju është jo për të luajtur rolin e viktimes, jo për të fajsuar mjekun, veten apo të tjerët,
Jo, nuk e them këtë. Dhe nuk ju them se medikamentet nuk funksionojnë dhe nuk duhet i dëgjoni mjekët. Jo, nuk e them këtë sepse unë së pari nuk jam mjeke. Mirë po është historia ime, përvoja ime, këtë që ndaj me ju është personale. Dhe sepse mjekët më ndihmuan sipas dijes që ata kishin në atë kohë. Dhe unë kisha në atë kohë. Dhe faleminderit Zot që ekzistojnë mjekët. Dhe njeriu kur nuk dhe t'i ndihmoj vetes së tij, faleminderit që ekzistojnë medikamentet. Mirë po, çfarë ajo unë dua të them është, nuk është në rregull që jetën tonë t'ja lëm dikujt tjetër. Dhe mesazhi im për ty që po më dëgjon tani është: çfarë po i thua vetes tënde çdo ditë? Apo përsërit mendime që të shkatërrojnë, apo mendime që t'japin jetë? Dhe pse e them me kaq bindje të plotë? Se ti je krijues i realitetit tënd dhe ti je përgjegjës për jetën tënde është sepse ajo çfarë ti shikon, ajo çfarë ti lexon, ajo çfarë ti ndëgjon, ajo çfarë ti i thua vetes tënde, ajo bëhet e vërteta yte. Dhe nëse unë do vazhdoja të fajsoja mjekun, rrethonat, të tjerët për gjendjen time, sot nuk do isha kur këtu përpara juve. Dhe do vazhdoja të luaja rolin e viktimes dhe nuk do shërohesha kur. Por në momentin që unë morra përgjegjësinë 100% për veten time, për jetën time, dhe kuptova se atë se çfarë i themi vetes sonë, ajo se çfarë dëgjojmë çdo ditë, ajo se çfarë shikojmë, ajo se çfarë lexojmë, bëhet e vërteta jonë, atë filloi ndryshimi me mua. Kur unë morra përgjegjësinë për jetën time dhe nuk e lash në dorën e askujt jetën time. Dhe kuptova fuqinë që na i la Zoti gjithë secilin nga ne. Na i la fuqinë të zgjedhim. Jo atë se çfarë na ndodh, atë nuk mund ta dim askush, mirë po ajo se çfarë na ndodh është gjithmonë përgjegjësia jonë. Dhe mbas 17 vite me medikamente arrita të ndaloj. Jo me njëherë dhe as pak e lehtë. Mirë po me punë çdo ditë me veten time, duke u kujdesur se çfarë mendimesh kam, duke u kujdesur se çfarë po shikoj, çfarë po lexoj. Atë filloi ndryshimi me mua. Dhe kjo është arsyeja pse sot unë jam këtu përpara juve. Dhe ndaj historinë time, jo si një viktim, por si një dëshmi e gjallë, se rilindja është e mundër. Dhe po ta them sot ty që po më dëgjon, se po, ti je krijues i realitetit tënd. Ti je dritë e pastër të Zotit.
dhe ti je shumë më i fuqishëm nga se ti mendon dhe të kanë thënë të tjerët. Mos beso, të lutem, gjithçka çfarë të thonë të tjerët. Mos u dorëzo dhe mos e le jetën tënde në dorën e dikujt tjetër, sepse ti je i fuqishëm dhe ti mundesh kur merr përgjegjësi 100% për veten tënde. Unë jam këtu përpara ju, dëshmi e gjallë, se kur ka mundur unë t'i ndaloj medikamentet, mundesh edhe ti. Dhe kaq për këtë video. Në videon e radhës do shpjegoj me ju momentin kur filloj zgjimi me mua dhe ajo pikë që më bëri të kuptoj se çfarë është depresioni dhe me hapi derën drejt jetës që unë sot e jetoj. Jetoj një jetë çdo ditë me falënderim e mirënjohje dhe i shijoj begatit dhe mirësit që Zoti na i dha. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë gjithmonë në ju. Zoti ju bekoft kudo që jeni dhe ju jeni të fuqishëm.